Carl Jung zbulon nuk do të shërohesh kur derisa të përballesh me këtë aspekt të nënës tënde. Ajo ende gjendet brenda teje edhe nëse është mijëra kilometra larg, madje edhe nëse nuk është më gjallë. Carl Jung na paralajmëroi për këtë fuqi të padukshme, plagën e nënës që në heshtje dhe tinëzisht ndikon në jetën tënde, zgjedhjet e tua, marrëdhëniet dhe madje edhe lumturinë tënde. Dhe këtu vjen pjesa më tronditëse, nuk do të shërohesh kur për sa kohë nuk përballesh me atë që je programuar ta shmangësh nënën në hije. Në këtë video, ne do të zhytemi në territorin e ndaluar të psikikës tënde. Do të tregoj pse procesi yt i shërimit është i bllokuar, si kompleksi i nënës e mban të burgosur shpirtin tënd dhe mbi të gjitha, hapat e dhimbshëm, por çlirimtar që Carl Jung i ka zbuluar për t'u liruar nga kjo. Kjo është e vërteta që fëmia yt i brendshëm kur nuk ka pasur guximin ta thotë. Pjesa e parë, roli i arketipit të nënës në pavetdijen kolektive. Në psikologjinë jungiane, figura e nënës zë një vend thelbësor në strukturën e gjerë të pavetdijes kolektive. Për Jungun, nëna nuk është vetëm gruaja që na ka lindur. Ajo është mbi të gjitha një arketip, një imazh i lashtë, universal, i rrënjosur thellë në psikikën njerëzore, i pavarur nga përvojat personale dhe që shkon deri në sferën e origjinës. Arketipi i nënës, siç e përshkruan Jung, është një model psikik që trashëgohet nga e gjithë njerëzimi. Ai përmban si aspekte që japin jetë, ashtu edhe ato që e glabërojnë jetën. Ky arketip nuk është i lidhur me identitetin historik apo kulturor të nënës son individuale. Përkundrazi, ai është një imazh mbi personal që mund të manifestohet në forma të ndryshme përmes nënës biologjike, figurave fetare, imazheve simbolike në art apo edhe përmes vetë nënës tokë. Ai mishëron si anën ushqyese, mbrojtëse dhe dashurore të nënës, ashtu edhe anën mbytëse, glabëruese dhe mbizotëruese. Kjo dualitet u quajt nga Jung paradoksi i nënës së madhe. Për shumë, veçanërisht për ata me plagë të pasgjidhura nga nëna, ky arketip përzihet me traumën personale. Jung paralajmëroi se pa vetdije, ne e ngatërojmë nënën personale me arketipin e nënës dhe mbesim të bllokuar në një lag të shtrembëruar psikik. Kështu, shumë njerëz pa vetdije ripërsërisin dhimbjet e fëmijërisë në marrëdhëniet e tyre të rriturve, gjithmonë në kërkim të përkujdesjes apo vlerësimit dhe njëkohësisht plot frikë nga braktisja ose përthithja. Fytyra e dy fishë e arketipit të nënës. Jung e përshkroi arketipin e nënës si ambivalent, njëkohësisht e mirë dhe e keqe, krijuese dhe shkatëruese, ushqyese dhe rënuese. Në mitologji, kjo shfaqet përmes perëndeshave si Kali, e cila sjell jetë dhe vdekje. Në ëndra, ajo mund të paraqitet si një figurë e butë dhe ngushëlluese e nënës ose si një krijesë monstruoze që e përpin ëndërrimtarin. Ky arketip ka natyrë bipolare. Kur psikika del nga ekuilibri duke favorizuar një anë dhe duke shtypur tjetrën, kjo çon në fragmentim psikik. Ai që e sheh nënën apo figurën e saj vetëm si plotësisht të mirë apo plotësisht të keqe, është i bllokuar në një kurth projektesh dhe nuk është në gjendje të dallojë realitetin e brendshëm nga bota e jashtme. Pse nuk mund të shërohesh pa e kuptuar këtë? Jung theksoi se shërimi i vërtet i plagës së nënës mund të ndodhë vetëm kur e pranojmë se marrëdhënia jonë me nënën nuk është vetëm personale, por thellësisht arketipike. Shumë nga plagët që mendojmë se vijnë nga nëna jonë nuk janë vetëm veprime individuale, por shprehje të një modeli më të thellë kolektiv. Nëse e sheh nënën tënde vetëm përmes përvojave personale, gabimet e saj, neglizhencën, mbytjen ti mbetesh i bllokuar në tregimin e ngushtë të egos. Por kur hyn në sferën simbolike, e njeh atë si një enë përmes së cilës shprehen forcat e lashta të arketipit të nënës si në formën ushqyese, ashtu edhe në atë shkatëruese. Ky ndryshim perspektive është radikal, por i domosdoshëm. Ai i lejon psikikës të kalojë nga fajsimi në mirëkuptim, nga vuajtja personale në vetdije arketipike. Pa këtë ndryshim, shërimi mbetet si përfaqësor i kufizuar në nivelet njohëse ose emocionale, pa arritur pavetdijen e thellë ku banon arketipi i nënës. Rreziku i identifikimit vetëm me nënën personale.
Jung paralajmëroi se një mbi-identifikim me nënën personale çon në robëri shpirtërore. Në këto raste, nëna bëhet burg i egos, individi mbetet në një gjendje të përhershme fëmijërie, varësie dhe viktimizimi. Ai vëzhgoi se ata që nuk përballen me dimensionin arketipik të nënës, shpesh vuajnë nga mlef kronik, e idealizojnë nënën së tepërmi, mohojnë gabimet e saj, përsërisin modele toksike të marrëdhënieve. Tërheqin partnerë që reaktivizojnë plagët emocionale të vjetra, ose projektojnë aspekte të shtypura të arketipit të nënës tek të tjerët p.s.h. të shefat, figurat autoritare apo mësuesit shpirtëror duke vazhduar kështu ciklin e ndërlikimeve të pavetëdijshme. Sipas fjalëve të Jungut, atje ku sundon dashuria, mungon vullneti për pushtet, por atje ku sundon pushteti, mungon dashuria. Njëri është hija e tjetrit. Plaga e nënës nëse nuk njihet qelb në pavetëdije dhe bëhet një fuqi e fshehur që drejton sjellje, saboton zhvillimin personal dhe shtrembëron marrëdhënien me feminitetin, përkujdesjen dhe vetë fuqinë krijuese. Nëna personale është pasqyra e parë e vetes. Është thelbësore të kuptohet se nëna personale është pasqyra e parë përmes së cilës fëmia e sheh veten në botë. Mënyra se si nëna reagon ndaj nevojave, emocioneve dhe shprehjeve të fëmijës bëhet e brendësuar dhe formson përvojën e parë të fëmijës nëse është parë, vlerësuar dhe dashur ose është refuzuar, injoruar dhe nënvlerësuar. Jung e përshkroi këtë fazë si kompleksin e nënës, në të cilin egoja në zhvillim e fëmijës ndikohet thellësisht nga cilësia e marrëdhënies së hershme me nënën. Nëse nëna është emocionalisht e paarritshme, ndërhyrëse ose neglizhuese, fëmia i brendëson këto përvoja shpesh si dëshmi të pamjaftueshmërisë ose të pavlerës së vetvetes. Kjo zë e brendësuar e nënës refuzuese ose mbytëse nuk zhduket me kalimin e viteve. Ajo bëhet pjesë e peizazhit të brendshëm të individit dhe në heshtje dikton se si njeriu e sheh veten, vlerën e vet, trupin e vet, të drejtën për të marrë hapësirë, për të folur, për të pasur sukses apo për të dashur. Nëse njeriu nuk bëhet i vetëdijshëm për këtë figurë të brendësuar të nënës, ai do të vazhdojë pa vetëdije të përjetojë të njëjtat modele duke shpresuar përshërim nga jashtë ose duke mbetur i bllokuar në cikle të vetë sabotimit dhe vetë mohimit. Plaga e nënës është trashëgimi kolektive. Jung theksoi se plaga e nënës nuk është një çështje thjesht personale. Ajo është një trashëgimi transgeneracionale, kolektive. Dhimbja e papërpunuar e nënës shpesh përcillet nga brezi në brez si një adnë psikike. Nënat pa vetëdije ua transmetojnë plagët, frikërat dhe kufizimet e tyre fëmijëve, të cilët i mbartin më tej përveç nëse nuk zgjojnë vetëdijen ndaj së vërtetës më të thellë. Prandaj Jung këmbënguli se shërimi i plagës së nënës nuk ka të bëjë me rregullimin e nënës, por me transformimin e marrëdhënies me imazhin e brendshëm të nënës, kompleksin e përbërë nga kujtime, asociacione, ndjenja dhe projeksione që jetojnë në psikik. Ai shkroi, bari më i rëndë që një fëmijë duhet të mbajë është jeta e papërjetuar e prindërve të tij. Për të shëruar, duhet të përballemi jo vetëm me historinë tonë personale, por edhe me tregimet e trashëguara të paraardhësve që jetojnë brenda nesh për të ndërprerë ciklin e pavetëdijshëm të vuajtjes. Nëna si tokë, si natyrë, si vetë pavetëdija. Jung e lidhi gjithashtu arketipin e nënës me simbole më të mëdha kozmike: tokën, natyra, pavetëdijen e madhe. Kur kemi një marrëdhënie të shtrembëruar me arketipin e nënës, ne e projektojmë shpesh këtë në sisteme të tilla përfshirëse ndihemi të huaj nga toka, e shfrytëzojmë ose kemi frikë nga natyra, kemi frikë nga pavetëdia dhe e ndjejmë atë si kaotike, e rrezikshme ose dërmuese, e mohojmë parimin femëror brenda vetes dhe në shoqëri, gjë që çon në një mbi-identifikim me aspektet mashkullore, racionale dhe kontrolluese të psikikës. Kështu, plaga personale e nënës bëhet pasqyrë e një ndarjeje kolektive midis njerëzimit dhe nënës së madhe tokës, natyrës, pavetëdijes. Kostoja e përballjes së verbër me imazhin arketipik të nënës. Nëse plaga e nënës nuk njihet në nivelin arketipik, pasojat janë të mëdha: luftë e përjetshme me identitetin,
vetvlerësimin dhe ndjenjen e përkatësisë pa aftësia për t'u individualizuar plotësisht dhe për t'u çliruar nga ndikimi i kompleksit të nënës pa kënaqësi kronike në marrëdhënie, në profesion ose në nivel shpirtëror, një ndarje nga femërorja e brendshme, nga kreativiteti, intuita dhe thellësia emocionale. Jung e pa këtë si një sëmundje psikike të kohës son. Njeriu modern është i shkëputur nga rënjet e veta, nga trupi i vet, nga trashëgimia dhe lidhja me tokën, i kapur në një botë të drejtuar nga egoja që mohon fuqinë dhe urtësinë e arketipit të nënës. Reflektim përfundimtar për pjesën e parë. Për sa kohë nuk e kupton se marrëdhënia jote me nënën është një portë drejt mistereve më të thella të psikikës, ti mbetesh i bllokuar në sipërfaqen e plagëve tua. Do të përpiqesh të shërohesh me mendje, me zgjidhje të përkohshme ose duke fajsuar nënën tënde. Por asnjë nga këto rrugë nuk të çon drejt shërimit të vërtet të brendshëm, të cilin Jung e quante individim, procesi i të bërit i tërë, përmes integrimit të pavetdijes në jetën e vetëdijshme. Nuk mund të shërohesh me të vërtet derisa të përballesh me imazhin arketipik të nënës, jo me nënën personale, por me fuqinë e madhe, misterioze dhe të fuqishme psikike që ajo mishëron. Pjesa e dytë, nëna në hije dhe burgu psikologjik. Në psikologjinë jungiane, nëna në hije është një nga dimensionet më të keqkuptuara dhe më të frikshme të psikikës. Në kontrast me aspektin ushqyes dhe mbrojtës të arketipit të nënës, nëna në hije mishëron forcat vllabëruese, manipuluese dhe mbytëse që e mbajnë egon pa vetdije të burgosur dhe pengojnë rritjen e saj drejt individimit. Jung vëzhgoi se aspekti i errët i arketipit të nënës është i pashmangshëm, sepse është i rrënjosur në dualitetin e vet imazhit arketipik. Mungesa e përballjes me nënën në hije dhe mos integrimi i saj çon në një robëri psikike, në të cilën individi mbetet i kapur në një cikël varësie të pavetdijshme, frike, faji dhe vetë sabotimi. Nëna në hije si fuqi përthithëse është një motiv i përsëritur në mite dhe kultura. Në mitologjinë greke, Demetra, arketipi i nënës ushqyese, shndërrohet në nënën përthithëse kur ajo refuzon ta lejojë vajzën e saj Persefonën të kalojë në botën e të rriturve. Në simbolet fetare, Dragoi shpesh përfaqëson nënën përthithëse, që i përpin heronjtë që guxojnë të t'i kalojnë kufijt mbrojtës, por kufizues të fëmijërisë. Nga pikpamja psikologjike, nëna në hije shfaqet kur energjia amësore e t'i kalon masën e vet natyrore, kur ajo nuk i lejon fëmijës të individualizohet, të krijojë kufi dhe të ndjekë rrugën e vet. Kjo lloj nëne kërkon besnikëri, bindje dhe nënshtrim, shpesh e maskuar si dashuri, kujdes ose sakrificë. Fëmia e përjeton nënën në këtë marrëdhënie jo si figurë ushqyese, por si një fuqi përthithëse që kërcënon të zhduk vetveten në zhvillim. Sipas Jungut, nëna në hije rrallë vepron drejt për drejt, ndikimi i saj është i fshehur, i nënkuptuar dhe i rrënjosur thellë në pavetdije. Format më të zakonshme të saj në jetën e të rriturve përfshin dyshim dhe vetkritik kronike, të brendësuara përmes zërit kontrollues të nënës, frikë nga autonomia dhe pavarësia, e shoqëruar me dëshirë të pavetdijshme për siguri dhe pranueshmëri, vetë sabotim sa herë që afrohet suksesi apo individualizimi, zgjedhje partnerësh ose figurash autoriteti që ripërsërisin energjinë e nënës përthithëse. Kontrolluese, manipuluese ose emocionalisht mbytëse dhe një ndjenjë mbizotëruese, faji ose frikë nga tradhtia kur vendosen kufi ose pohohet vetvetja. Jung theksoi se nëna në hije ushqehet nga frika e braktisjes dhe nga besimi i pavetdijshëm i individit se nuk mund të mbijetojë pa miratimin ose kontrollin e nënës. Ndoshta ndikimi më shkatërues i nënës në hije është infantilizimi psikologjik i vetes së rritur. Jung paralajmëroi se shumë njerëz, veçanërisht ata me plagë të pasgjidhura nga nëna, mbesin psikologjikisht të varur nga energjia amësore edhe në moshën e rritur. Kjo varësi nuk është gjithmonë fizike. Shumë njerëz ndahen nga nëna në mënyrë të jashtme, por mbeten të ngatëruar me të në mënyrë të brendshme. Ata jetojnë në frikë të vazhdueshme nga refuzimi ose mosaprovimi.
Edhe kur nëna nuk jeton më, vendimet, marrëdhëniet, karriera dhe vetë imazhi vazhdojnë të ndikohen në mënyrë të pavetëdijshme nga nevoja për të përmbushur pritshmëritë e pashprehura të nënës. Kjo është burgu i egos infantile, që Jung e përshkroi si një gjendje regresive ku vetja e rritur refuzon të rritet dhe preferon të qëndrojë në të njohurën edhe nëse kjo e njohur është mbytëse ose abuzuese. Jung argumentoi se psika shpesh e zgjedh ferin e njohur para lirisë së panjohur. Nëna në hije përfaqëson këtë fer të njohur të parashikueshëm, të afërt dhe, në mënyrë paradoksale, ngushëllues në shtypjen e saj. Shumë njerëz preferojnë të qëndrojnë në modele toksike, marrëdhënie abuzive ose role të paplotësuara sepse ato pasqyrojnë terrenin emocional të marrëdhënies së hershme me nënën. Në raste të tilla, vuajtja bëhet një formë besnikërie ndaj nënës, një mënyrë për të ruajtur lidhjen psikike, edhe në mungesë të dashurisë apo sigurisë. Jung ishte i bindur se për sa kohë që individi nuk bëhet i vetëdijshëm për këtë dinamikë, ai do të krijojë pa vetëdije të njëjtat kushte të robërisë psikike duke besuar se vepron me vullnet të lirë, ndërsa në realitet ndjek një skenar arketipik të rrënjosur thellë. Një nga armët më të forta të nënës në hije është kompleksi i fajit. Jung vëzhgoi se faji është lidhësi psikologjik që e mban veten e rritur të lidhur me kompleksin e nënës. Ky faj është shpesh iracional, i rrënjosur thellë në pavetëdije dhe shprehet në mendime të brendshme si jam i keq nëse vendos kufi, jam egoist nëse vë veten në radhë të parë, jam mosmirënjohës nëse respektoj nevojat e mia, ose po e tradhtoj atë nëse ndjek rrugën time. Ky faj nuk është vetëm emocional, ai është arketipik. Ai rrjedh nga frika e lashtë njerëzore për t'u përjashtuar nga fisi, për të humbur mbrojtjen amtare që simbolizon vetjetën. Për shumë njerëz, ky faj është aq i madh sa ata sabotojnë lumturinë e tyre, shtypin dëshirat ose durojnë abuzim emocional vetëm për të shmangur dhimbjen e padurueshme të ndjenjes së tradhtisë. Jung e përshkroi këtë si hijen e nënës që pushton egon e fëmijës, ku faji përdoret si një zinxhir psikik për të ushtruar kontroll, për të manipuluar dhe për të penguar individimin. Nëna në hije si ruajtëse e psikikës. Paradoksalisht, Jung argumentoi gjithashtu se nëna në hije, pavarësisht natyrës së saj frikësuese, ka një rol vendimtar në procesin e individimit. Ajo është ruajtësja e pavetëdijes, dragoj që ruan thesarin e vetvetes. Vetëm ai që përballet me nënën përthithse mund të hyjë në shtresat më të thella të psikikës së vet, në kreativitet, forcë të brendshme dhe vetveten autentike. Në mite, heroi nuk duhet vetëm të përballet me dragojin për ta mposhtur, por për të rikuperuar atë pjesë të vetes që dragoi nëna në hije e ka mbajtur peng të drejtën për të ekzistuar, për të ndjerë, për të krijuar, për të dashur dhe për të jetuar i lirë. Prandaj Jung besonte se nëna në hije nuk duhet shkatëruar, por integruar, fuqia e saj duhet pranuar, errësira e saj përballuar dhe kontrolli i saj mbi egon vetëdijshëm liruar. Përballja me nënën në hije nga brenda. Jung ftonte individin të angazhohej në imagjinat aktive dhe dialog të brendshëm me figurën e nënës në hije. Ky proces përfshin vizualizimin e nënës përthithse si një figurë të brendshme, zhvillimin e një dialogu të vetëdijshëm, shprehjen e zemërimit, frikës, trishtimit apo mllëfit, dëgjimin e zërit të nënës në hije, kuptimin e frikërave, plagëve dhe dashurisë së saj të shtrembëruar, pranimin e dhimbjes dhe zemërimit të fëmijës pa gjykim dhe rimarrjen e të drejtës për një jetë të pavarur, pa faj dhe pa frikë. Kjo rrugë nuk është e lehtë. Ajo kërkon guxim, ndershmëri dhe gatishmëri për t'u përballur me të vërtetat e pakëndshme për nënën dhe për vetveten. Lindja dhe rilindja psikologjike. Përballja me nënën në hije është në thelb një akt i vdekjes dhe rilindjes psikologjike. Është vdekja e fëmijës së varur dhe lindja e vetes së pavarur dhe të rritur. Jung paralajmëroi se ky proces shpesh shoqërohet me trazira të thella të brendshme, depresion, kriza ekzistenciale dhe pikëllim. Strukturat e vjetra të psikikës shpërbëhen, ego mbetet e lëndueshme, e zhveshur dhe pa orientim.
por pikërisht përmes kësaj nate të errët të shpirtit lind një njeri I ri si vetja sovrane, e lirë nga ndikimi psikik I nënës, e aftë të ndjek rrugën e vet dhe të mishërojë identitetin e vet të vërtetë. Përfundim për pjesën e dytë. Nëna në hije nuk është një armik që duhet shkatëruar, por një fuqi që duhet integruar. Ajo përfaqëson pjesët e papranuara, të pashëruara dhe të shtypura të nënës personale dhe arketipike në psikik. Për sa kohë që individi nuk përballet me të, mbetet I bllokuar në modele të pavetëdijshme të varësisë, frikës dhe fajit. Por ai që përballet me të, hap portën drejt thesareve më të thella të vetes, autonomisë, kreativitetit dhe tërësisë. Ky përballim nuk është vetëm një shërim personal, ai është një inicim shpirtëror në misteret më të thella të shpirtit dhe të forcave arketipike që formsojnë udhëtimin ton njerëzor. Pjesa e tretë, nëna e brendshme, diktatorja e heshtur brenda nesh. Në strukturën e mësimeve të psikologjisë së thellë të Jungut, nëna e brendshme është ndoshta një nga forcat më të fshehura, por më të fuqishme psikike që formsojnë psiken e të rriturit. Jung e përshkroi këtë fenomen si imazhin e brendësuar ose përfaqësimin e figurës së nënës, që mbetet I rrënjosur në pavetëdije, shpesh plotësisht I paprekur nga përvoja e vetëdijshme. Ndërsa nëna biologjike plaket, vdes ose largohet fizikisht nga jeta, nëna e brendshme e quajtur gjithashtu imago vazhdon të ekzistojë si një entitet autonom psikik. Ajo vepron si një diktatore e heshtur që ndikon në mënyrë të nënkuptuar sjelljen, bindjet, modelet emocionale dhe përvojat në marrëdhënie, shpesh pa vetdijen e individit për ndikimin e saj. Lindja e nënës së brendshme. Që nga momentet e para të jetës, nëna ose kujdestarja kryesore bëhet pasqyra e parë e marrëdhënies për fëmijën. Përmes vështrimit të saj, prekjes, zërit dhe reagimeve të saj, fëmia formon ndjesinë e parë të vetvetes, sigurisë dhe përkatësisë. Jung supozonte se këto ndërveprime të hershme nuk ruhen vetëm si kujtime, por kristalizohen si imazhe psikike që vazhdojnë të jetojnë në pavetdije si pjesë e kompleksit të nënës. Ky kompleks me kalimin e kohës bëhet nëna e brendësuar një konstelacion I qëndrueshëm I përvojave, emocioneve dhe bindjeve të lidhura me figurën e nënës. Ky imazh I brendshëm nuk është objektiv dhe as I saktë, por një plan emocional që pasqyron perceptimin fëmijëror të nënës gjatë fazave zhvillimore kur psika ishte ende e paformuar dhe jashtëzakonisht e ndikueshme. Si e formson nëna e brendshme jetën e të rriturit? Jung paralajmëroi se një imago e shtrembëruar, neglizhuese, refuzuese ose kontrolluese e nënës bëhet një kurth psikik që në mënyrë të pavetdijshme kontrollon modelet e marrëdhënieve, vetimazhin dhe reagimet emocionale në moshën e rritur. Shfaqje tipike përfshin një kritik I brendshëm kronik që përsërit zërin qortues të nënës. Vetë sabotim këmbëngulës I ushqyer nga bindje të pavetdijshme se nuk meriton dashuri apo sukses. Modele lidhjeje me ankth që kërkojnë me dëshpërim konfirmim të jashtëm ose reagojnë në panik ndaj mundësisë së refuzimit. Besnikëri e pavetdijshme ndaj figurës së nënës së brendshme, që çon në vetë tradhti, shërbim të tepruar dhe mohim të vetvetes. Përsëritje të modeleve të marrëdhënieve me partner ose autoritete që mishërojnë tiparet e nënës negative të brendshme. Tragjedia, sipas Jungut, qëndron në faktin se shumë njerëz I ngatërojnë këto zëra të brendshëm me vetveten e tyre të vërtetë dhe nuk e kuptojnë se po veprojnë në ndikimin e një programi psikik të trashëguar. Sabotuesi I brendshëm, zëri I nënës negative. Një nga shfaqjet më shkatëruese të nënës së brendshme është sabotuesi I brendshëm, zëri që përshpërit. Ti nuk je mjaftueshëm I mirë. Kush mendon se je, nuk do të kesh kurrë sukses. Je egoist nëse zgjedh veten. Je I dashur vetëm nëse flijon nevojat e tua. Jung vëzhgoi se këta zëra nuk janë thjesht dyshime ndaj vetes, por mbetje të projektuara të kompleksit të nënës që veprojnë në mënyrë autonome brenda psikës dhe e pengojnë egon në rritje, kreativitet dhe individim. Këta zëra janë shpesh të heshtur dhe këmbëngulës shfaqen në momente ndjeshmërie, ndryshimi apo edhe suksesi, kur vetja në zhvillim është veçanërisht e ndjeshme.
Projektioni i nënës mbi njerëz të jashtëm. Jung theksonte se nëse nëna e brendshme mbetet e pavetëdijshme, ajo projektohet mbi njerëz të tjerë, veçanërisht mbi partner, autoritete, mësues shpirtëror ose miq. Kjo projekcion ndodh automatikisht dhe në mënyrë të pavetëdijshme, duke çuar në dinamika si pritshmëria që partneri të japë dashurinë e pakushtëzuar që kurrë nuk është marrë nga nëna. Reagime emocionale të egzageruara, zemërim, frikë, nevoje e tepruar, kur këto pritshmëri nuk përmbushen. Tërheqje ndaj partnerëve që pasqyrojnë figurën e nënës negative, emocionalisht të paarritshëm, kritik, kontrollues apo manipulator. Nënshtrim ndaj figurave autoritare, dominanca e të cilëve ngatërohet me sigurinë. Jung i përshkroi këto projekcione si emocionalisht të ngarkuara dhe ngjitse, gjë që e bën jashtëzakonisht të vështirë të dallohet personi real nga imazhi i projektuar. Nëna e brendshme si vampir psikik. Në raste ekstreme, imago e nënës bëhet një vampir psikik që thith energjinë jetësore, kreativitetin dhe autonominë. Kjo manifestohet në lodhje kronike ose depresion, frikë paralizuese nga gabimet ose gjykimi, paaftësi për të marrë vendime për shkak të frikës ose fajit, mpirje emocionale, disocim ose një ndjenje e thellë e kotësisë. Jung paralajmëroi se ky vampir jeton në hije dhe ushqehet nga besnikëria e pavetëdijshme ndaj kompleksit të nënës, që megjithse ka lindur në fëmijëri, vazhdon të dominojë vetveten e rritur nëse nuk ndërgjegjësohet. Megjithatë, ai theksoi se këto përvoja janë vdekje të domosdoshme të strukturave të vjetra psikike dhe krijojnë hapësirë për lindjen e një vetjeje më autentike. Integrimi i arketipit pozitiv të nënës është po aq i rëndësishëm. Edhe pse përballja me nënën negative është thelbësore, Jung theksoi rëndësinë e rikthimit të aspekteve pozitive të arketipit të nënës. Përkujdesje, dhemshuri, intuit, kreativitet dhe pranueshmëri. Nuk bëhet fjalë për të idealizuar nënën apo për të mohuar gabimet e saj, por për të rindërtuar një prani ushqyese të brendshme që mbështet rritjen e egos pavarësisht kompleksit të plagosur të nënës. Kjo mund të përfshijë zhvillimin e një dialogu të brendshëm të butë dhe mbështetës, lidhjen me përfaqësimet arketipike të nënës së mirë në mite, ëndra apo praktika shpirtërore, forma krijuese shprehjeje që nderojnë parimin femëror brenda vetes, dhe rituale të përkujdesjes për veten, ushqimit shpirtëror dhe konfirmimit emocional. Jung ishte i bindur se vetëm përmes këtij integrimi të ekuilibruar pranimit të dritës dhe hijes së arketipit të nënës është e mundur të arrihet tërësia psikike dhe individimi i vërtetë. Reflektim përfundimtar për pjesën e tretë. Imago e nënës së brendshme nuk është vetëm një kujtim apo ndjenjë, por një forcë e gjallë dhe autonome në pavetëdije që drejton jetën për sa kohë mbetet e pavetëdijshme. Shërimi kërkon një rrugë guximi, përballje me këtë figurë të brendshme, thyrjen e tiranisë së saj, vajtimin për çka është humbur dhe rikthimin e aftësisë për t'i qenë vetes një nën. Kjo nuk është vetëm një detyrë psikologjike, por një inicim shpirtëror, një rit kalimi drejt të qenit i rritur, i pavarur dhe vetja e vërtetë. Siç shkroi Jung, nuk bëhesh i ndriçuar duke imagjinuar figura drite, por duke u bërë i vetëdijshëm për errësirën. Dhe në fushën e kompleksit të nënës, kjo errësirë fillon te nëna në hije dhe te nëna e brendshme, e fshehur në dhomat më të thella të shpirtit. Pjesa e katërt, shkëputja dhe nevoja për një ego të pavarur. Carl Jung ishte i bindur se një nga detyrat më të rëndësishme dhe më të dhimbshme të zhvillimit psikik njerëzor është shkëputja nga kompleksi i nënës me qëllim zhvillimin e një egoje sovrane dhe të pavarur. Ai e shihte këtë proces jo vetëm si pjekuri biologjike ose shoqërore, por si një udhëtim të thellë shpirtëror dhe arketipik që e përkufizon vetë procesin e individimit. Jung vuri re. Për sa kohë një njeri nuk shkëputet në mënyrë simbolike nga nëna dhe imazhi i brendësuar i saj, ai mbetet i bllokuar në një gjendje bashkimi psikik, ku kufit midis vetes dhe nënës apo asaj që ajo simbolizon janë të paqartë, të shtrembëruar ose plotësisht të munguar. Nevoja psikologjike për shkëputje.
Nga këndvështrimi jungian, shkëputja psikologjike nuk është një akt rebelimi, refuzimi ose urrëtie ndaj nënës, por një akt çlirimi të vetvetes psikike. Pa këtë ndarje, egoja nuk mund të formojë një qendër të vetëdijshme për veten. Individi mbetet i bllokuar në kompleksin e nënës në rolet e fëmijës së bindur, viktimës ose përshtatësit. Individimi i vërtet të bëhesh vetja unike nuk është i mundur. Jung e krahasoi këtë ndarje me një lindje të dytë. Ndërsa lindja biologjike e ndan fëmijën nga trupi i nënës, lindja psikologjike e çliron individin nga fusha gravitacionale e kompleksit të nënës dhe i mundson atij të bëhet një qenie autonome dhe e vetëdijshme që mund ta drejtojë jetën e vet. Pse shmanget shpesh kjo shkëputje pavarësisht nevojës së saj? Kjo ndarje shpesh shtypet ose shmanget me çdo kusht si nga nëna reale, ashtu edhe nga imazhi i brendësuar i saj brenda individit. Jung përmendi disa arsye për këtë rezistencë. Frika nga shuarja, frika se ndarja është e barabartë me braktisje, refuzim ose zbrazëti ekzistenciale. Faji dhe tradhtia, bindja e thellë arketipike se ndarja është një tradhti ndaj dashurisë, sakrificës ose dhimbjes së nënës. Rehatia dhe njohja qëndrimi në orbitën e kompleksit të nënës ofron siguri të dukshme edhe nëse është kufizuese. Përforcimi kulturor në shumë kultura, besnikëria ndaj sistemit familjar vlerësohet më shumë se sa zhvillimi psikik individual. Jung theksoi se këto rezistenca nuk janë vetëm të natyrës personale, por të rrënjosura thellë në pavetdijen kolektive dhe se detyra e shkëputjes është njëkohësisht individuale dhe universal njerëzore. Prandaj, shkëputja nga kompleksi i nënës është shumë më tepër se një fitore individuale psikologjike, ajo është një akt i brendshëm çlirimi që thyen zinxhiret e modeleve të pavetdijshme që janë trashëguar ndër breza. Kur një njeri më në fund e kupton se ku përfundon imazhi i nënës dhe ku fillon vetvetja e vërtet, lind hapësira për të vërtetën personale, për zërin e vet dhe për një jetë që nuk drejtohet më nga hija e së kaluarës. Kjo shkëputje nuk do të thotë të urresh ose të harrosh nënën, por të njohësh, nderosh dhe vetëdijshëm të lirësh fuqinë e saj psikike mbi vetveten e rritur. Në atë moment fillon udhëtimi i vërtetë. Udhëtimi drejt lirisë së brendshme, atje ku nuk kërkojmë më leje për të ekzistuar, nuk lutemi më për dashuri, nuk shkelim më kufijt tanë për të qenë të mirë. Në vend të kësaj, mësojmë të jemi vetes nën të pranishëm, përkujdesës, por edhe të qartë dhe të vendosur. Duke u çliruar nga kompleksi i nënës, ne nuk humbasim lidhjen me burimin e jetës përkundrazi, më në fund fillojmë ta jetojmë atë nga brenda, të udhëhequr jo më nga frikrat e trashëguara, por nga qendra jonë e vetëdijshme e fuqisë dhe dritës. Individimi është një akt guximi. Është një udhëtim psikologjik dhe shpirtëror që fillon aty ku përfundon besnikëria e verbër dhe fillon përgjegjësia e vetëdijshme për vetveten. Jung na kujtoi se nuk bëhesh i ndriçuar duke shmangur errësirën, por duke e parë dhe njohur atë. Dhe asnjë hije nuk është më e thellë dhe më domethënëse se sa ajo që mbartim nga marrëdhënia me nënën. Aty, në hije, na pret liria.